Diku në rolin e mësimdhënëses, sot në rolin e ministres, Mirela Kumbaro ka uruar këtë 7 mars të gjithë mësuesit për misionin e tyre që të shoqëron gjithë jetës dhe që përcillet ndër breza. Ajo thekson se fatmirësisht janë rritur pagat e mësuesve dhe kanë marrë zgjidhje ligjore disa ngërçe të mëparshme. Kumbaro solli në vëmendje edhe sfidat me të cilat haset mësuesia sot. Ne dim se në një kohë kur teknologjia shpesh konkuron vëmendjen dhe durimin e nxënësve, nuk është e lehtë të jesh mësues, por roli juaj bëhet më i rëndësishëm të orientoni brezat e ri drejt dijes, mendimit kritik dhe vlerave që ndërtojnë një shoqëri më të mirë. Një falënderim të veçantë e kam dhe për mësuesit e rinj, për ata që kanë lindur pas viteve 90 dhe që në një botë plot mundësi e zgjedhje të tjera profesionale kanë vendosur të zgjedhin pikërisht mësuesin. T'ju kemi ju në shkolla është një shenjë shprehse për arsimin shqiptar, sepse sillni energji të reja, ide të reja dhe një mënyrë të re komunikimi me brezin e nxënësve që po rritet sot. Në këtë ditë të veçantë për mësuesit nuk ka munguar edhe mesazhi i kryeministit Rama, duke sjellë në vëmendje edhe një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e vendit. Ai ka pritur në kryeministri disa fëmijë nga Manastiri, vendi ku u mbajt dhe kongresi për njësimin dhe standardizimin e gjuhës shqipe. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi përcolli një reflektim të pedagoges së Departamentit të Letërsisë në Fakultetin e Histori Filologjisë, Belfiore Qose, mbi rolin dhe përkushtimin e mësimdhënësve në shoqëri. Dita e mësuesit është një simbol mirënjohje për përkushtimin, profesionalizmin dhe sakrificat e mësuesve, të cilët çdo ditë përcjellin dije, formsojnë vlera dhe frymëzojnë vajzat dhe djemtë e Shqipërisë, për të ndërtuar themelet e së ardhmes, shkruan Niko Peleshi.